Nga kjo studio, tani do të shkojmë në Hoxh të vogël për të dëgjuar një histori suksesi nga blegtoria. Hysan Krasniqi, më shumë për kushtem, por edhe sfida, ka arritur të ndërtojë një fermë me 90 krerë dele, duke ruajtur kështu traditën familjare, por edhe duke siguruar të ardhura nga ky zanat. Në rrëfimin e tij për televizionin ton, ai foli për punën e përditshme, racën e deleve që mban, në të njëjtën kohë ai jep një mesazh motivues edhe për të rinjt. Jemi rikthyer në sezonin e ri të emisionit E Jona Tok, ku kemi ardhur në Hoxh të vogël të komunës së Rahovecit për të realizuar rubrikën Ferma jon. E pikërisht pra kemi ardhur te fermeri Hysan Krasniqi, i cili ka fermën e deleve, dhe na tash do shkojmë dhe do e shohim dhe do realizojmë një intervistë me të. Faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit. Edhe uroj spari një vit sa më të mbar, këtë vit 2026-ën. Edhe shpresoj që firma jote të ketë një rritje edhe më të madhe. Kismet. Spari tregon pak a shumë se çush ka qenë viti 2025 për ty, sa i përket edhe fermës edhe të mirave që i ke marrë nga kjo. Tash këtu është puna, nuk po dia, dikush po fletëron, dikush ma tjetër është qysh është zakoni e tona pa problem, po këto i kom une hobi. Po që sa vite e ki këtë fermë? Dhanë që i kom, dhanë i kom 50 vjeqar. Që 50 vite? 50 vite me dhanë, pa hekshtagën për dorës. Kë ke rritë më thonë prej vogël, a ke trashëgu prej familjes? Po, prej familjes. Baba gjithherë. Keni mbajt? Baba ka shkuar atje në Perëndim më Sanina. Atjere kom vazhdu une me këto. Po. Qysh e mban mend vetën, do më thonë, kur ke fillu si i ri, më kujdes? Do më thonë, gjithherë, nërsi kom pas me këto gjithherë. Kur nuk më kanë mërzit, dhe më thonë, adin pëse i kom bo, adin. Tash, sa është numri tyre? Që tash, 90 copa i kom të mijet që janë. Po. Tregëm qysh kujdesesh, qysh fillan dita, kur zosh, edhe vjani i ushqen? Qohënan me ngjes, që tu kom një dhamë të vogël, që rri me këto, se nuk i lo vetëm. Po. Dhe më thonë edhe këto qëndrante? Edhe unë qëndroj këtu, gjithë herë, këtu o bëgjumin, me ngjese një qes, drejken, darken. I punoni tokat si familje, apo? Po, ja, tokat i bëjmë vetë. Po, që ushqimin me pas këto Po. bio një farë mënyra? Bio ushqimin e kanë vetë. Që s'bjan ty edhe me hargjit me pare, me bli ushqim? Ja, këtë tonë ti kemi. Se qa që kemi mundësi. Po. Po, ti tregove që do më thani u shenë 2 herë edhe në mram, më ngjas edhe në mramje. Kështu nuk i ke liru gjatë kësaj sezonit dimre, do më thani këto rinë mbyllër? Këto tash rinë mbyllën që tu, se është shumë problem, jello që të tani, se kom vëzvese me ju prish komt, sa to tani e kom vëzvese për të kallë dhe drejt. Ma mirë, vetën e denoj sa një prish komt këtime.
Po, atë ndihmojnë familja me u kujdes? E ke për krajen e familjes? E dojnë familja këtë punën tënde që te e ke zgjedh? Po. Se njën i gjallës në Gjermani, i vogli, i dyti i rinë këtu me mua, që ku i kemi teknikë, dhe më thonë kretëra, edhin që i punojnë pushat, që ku i kemi grunë të mene, dhe në qështu për mi. Sa are apo hektari punoni tokat? 6 hektare kemi grunë si vjetë. Se unë jo qësë grunë, dharme. Nuk dalë me bleje. Asë hëshim, asë përgaditi kompletëm këtu. Të këtë rjetja poshtë, është e mushne. Me hëshim unë, që tu jenë ja dy, asi veç e gjuj balat poshtë, dhe s'ka problem për kur gjësën. Cilat kanë qenë sfidat e tua matë mëdhaja, sa i përket fermës dhe ma herët kur ke fillu edhe tash? Po qëre, më përpara unë i kom pas... Këtë ferme ke ndërtu me forcat tua? Po, me forcat mija. Sefte unë e kom marrua qëtu që pëjatë, edhe tokë në kemi lënë që atyja, kemi një lopë dhe një vicë. Po. To janë kretë për mloje që për i lojnë, aty mësë mi lënë teknikën jashtë. Rinë dhe më thënë pastër. Po në i moment fështirë, e mban mend? Ja, s'ka. Të na, në fshatin tonë, është shumë fshati i botë. Dhe më thënë, kur nuk kemi pas probleme në Medveti. Kur hiq, kur. Ke pas ndo një humbje tyre, nështë edhe kur je dalë në fusha me to, apo edhe kështu në i moment kur e kam pas, kur s'kan qenë mirë me shëndet? Po. Ka pas? Ka pas, po. Ka pas edhe probleme, dhe më thonë, ka pas edhe normal që edhe këto janë si njerëz. Po qysh intervenantin ndoshta kur ka ndonjë sëmundje? Kemi doktorin, e thjerin doktorin, vjen, i vakcinon. A mendon që ka mjaftueshëm veterinar në Kosovë? Po tash unë për doshka i njo, unë ata me mua ka lënë shumë mirë. Po. Edhe vinë hiq pa përtesë. Sa të ka ndihmu komuna apo ministria? Po, ministria në... Janë subvencionet e mira që i merrni? Po, i marrim. Në më në subvencionet, nuk pa probleme hiq. Po. Nuk është keq, më thonë se tash me pas lënë sukur që shimi konë atëherë, shumë atëherë, o konë të merë. E tash subvencionet dhe më dhoni në japin. Kur i japin subvencionet... Sa shkon për një dele kështu, apo... Për një dele, 30 në kryetar delës, po. Po. A ke dëshirë për një grand me fitu, apo te fermën me që pas këtë ndërtu? Fermën unë kom ndërtu në kretë. Qyshe shatardë, man? Tardëman... Dhe thonë, dënë me rritë numrin e tyra. A mundesh me u kujdes vetëm te me këtë numër? Po. Ja dal? Ja dal, po dhe apet kom qep një shtu. Po. Sa në tregova në fillim, thash që të shka janë dëvogjil, që janë femna, këto i lënë për veti. Po. I rritën, me adin me nonët e veta dhe nuk i... asi... Sa shitet një dele? 200 euro. 200 euro? Po. A ke shit në për festa? Po. Tash për këtë fundve që shkoj, ke pas shitjet mirë? Për Kurban Bayram i merë ma tepër. Po. Edhe... Del kështu në treg, apo vinë i marrin njerës këto? Jo, qëtu që vinë, i marrin. E bën shitjen kështu të djathit, apo mishit, apo diçka? Apo vetëm... Unë me pakic, nuk i mjeli. Okej. Se dhe më thonë nuk i mjeli, se i lo kinë gjatë me thith. Po. A din thithin gjatë herë tonë, edhe se pakic, tash, me mhijen për mitrozue, për pak nuk ja vlen ma shkort. Se jo broho, ne jo, asi, kom qepë. Mjëm se me jo prish qepin edhe aktive. Kur të vjen këto, qysh ndihesh, Bac? Po, kur të vjen këtu... Kur t'i shak kështu që janë të shëndetshme të rrit? Unë si t'i shoh, më knaqët, më rritët zemra. Po. Që të sa nëzisha me thonë.
Po, e ke pa nështa që fuqi punëtore kohëve të fundit s'po ka, edhe rinia nuk po e dojnë këtë punë. Se po mendon që është kjo arsye? Po mirë, po unë nuk i braktisi kur. Unë deri në vdekje do të shkoj me këto. Kur të më nalën kont që s'muj me hecë, s'kom shkaboj më. Duhet për pjetë dhe duhet me adhon e kuna qeter. Po pse s'po ka fuqi punëtore? Po fuqi punëtorës ka sa dush, po nuk dojnë me këqyrë këta. Pse po mendon? Pse? Nuk po dojnë se po dojnë luksuz me shku gjithë. Që hapë të zumë për poli shka është. Po a janë fitimet e mira të firma e deleve? Po tip-top janë, me folë dëretën. Deri të se ma herët kemi bujt ma tepër. Po. E tash kemi qeter sistem është. Tash një farë mënyrë është këthy si... Se i kije, dhe më thonë, këtë kushtot. Kur i kije teknikët mas pari, që ato e bojnë gjitha, dhe më thonë edhe këto jetojnë me që ato. E ki ma atletë dhe ti me punu? Këtë ma letë puna. Se problemu konë për para, me por dëretën. Për para të merë konë me gjithë dimnin shamëll, s'kishë shka mi o qitë. Po. Se mi konë qeter, tashmë qeter sistem.